Ka pas edhe raste që na kanë treguar për disa nxënës që janë në gjendje të rëndë shëndetësore, që kanë kaluar në varësi. Bëhet fjalë për shëndetin mendor. I kishim 2 raste të fëmijëve të cilët tani më e kishin problem pjesën fizikisht ishin në klasë, mirë po nuk kishin si me thënë, gjendje të çrregulluar emocionale. Gjatë terenit që kemi pas në shkolla, me komunitetin shkollor, mësimdhënësit na kanë ndihmuar shumë, kemi bashkëpunuar ngushtë, ku ka pas edhe raste që na kanë treguar për disa nxënës që janë në gjendje të rëndë shëndetësore, që kanë kaluar në varësi, edhe normalisht e kanë nda me neve si shqetësim, që të avokojmë tutje, qoftë ndoshta të vim me vizita shëndetësore të psikologëve, për të takuar këta fëmijë që janë në gjendje më të rëndë shëndetësore, që kanë kaluar tashmë në varësi. Po, falë që po ndërprej që të jemi sa më të qartë dhe korrekt. Kur thoni gjendje të rëndë shëndetësore, konkretisht për çka bëhet fjalë? Bëhet fjalë për shëndetin mendor. I kishim 2 raste të fëmijëve të cilët tani më e kishin problem pjesën fizikisht ishin në klasë, mirë po nuk kishin si me thënë gjendje të çrregulluar emocionale. Koncentrimi tyre ka munguar. Në momenti që ne koncentrimi po thonë atyre u ka munguar. Koncentrimi, mandej sjelljet çrregullta, krejt këto normalisht që kanë ndiku ankth, stres, depresion, po i fazës më të thellë është fjala, dhe mandej kjo ka reflektuar në problemet shëndetit mendor. Këto 2 raste, domethënë, i kemi identifikuar me ndihmën e mësimdhënësve, të cilët na kanë treguar që krejt kjo është pasojë e varësisë që kanë kriju prej vejpit, që nuk munden me nejt pa vejpin edhe gjatë mësimit. Po cila është mosha e këtyre rasteve? Të çfarë moshe janë fëmijët të themi të cilët kanë këto probleme momentalisht? Mosha 13 vjeç. 2 rastet janë mosha 13 vjeç, po. Janë në Prishtinë? 9. Janë në Prishtinë apo të ndonjë qyteti tjetër? Në Fushë Kosovë. Në Fushë Kosovë. Keni arritur që të keni një bashkëbisedim edhe me prindërit e nxënësve, jo të këtyre 2 nxënësve, por në përgjithësi keni arritur të bisedoni me këshillin e prindërve për të analizuar gjithë këtë problematikë, nga që nga hulumtimi që thatë ju, ka pasur raste ku nxënësit janë deklaruar që kanë thënë se pikërisht nga prindi e ka provu vejpin. Po, në fakt e kemi mbajt disa sesione me këshillin e prindërve të shkollës Xhemal Mustafa në Prishtinë, ku krejt këto probleme janë adresu në kuptimin që prej asaj që ka kemi marrë prej fëmijëve, edhe normalisht janë ndërgjegjësu paka shumë edhe me rastet në përbotë se çka po ndodh me adoleshentë SHBA Britani, gjë që ju kemi tregu që duhet vëmendje edhe përkushtim punojnë ma shumë me fëmijë, edhe ju kemi tregu që këto produkte nuk janë produkte të normalitetit, këto janë produkte shumë të damshme për shëndetin edhe mirëqenien e fëmijëve, edhe ju kishim lutur që me qenë sa më afër fëmijëve, mi bisedu me ta, edhe një farë mënyre mos me pas mandej pasoja në të ardhmen. Po e kemi pas rastin, në Prishtinë ka ndodhur, është deklaruar një vajzë e cila ka treguar që unë e kam situatën kështu sepse vejpin e siguroj nga prindrit e mi, sepse të gjithë si familje e konsumojnë në shtëpi. Kështu që kemi marrë kësi raste, them, mjaft shqetësuese.